Zohran Mamdani është zgjedhur kryetari i Bashkisë së New Yorkut më i reu që nga viti 1892, i pari musliman dhe i pari që është lindur në Afrikë dhe që merr këtë post. Ai fitoi përballë rivalëve politik, madje edhe përballë Donald Trumpit, i cili e quajti 100% komunist. Por votuesit e New Yorkut zgjodhen ndryshe. Një figurë të re me ide progresive dhe me rrënjë emigranti. Ai mori 50.4% të votave, 9% më shumë se sa rivali i tij i afërt. Por kush është Zohran Mamdani? Zohran Mamdani lindi në Ugandë në vitin 1991. Babai i tij, Mahmud Mamdani, është një prej politologëve më të njohur afrikan, ndërsa ama është regjisorja e famshme indiane Mira Nair. Kur ishte ende fëmijë, familja u zhvendos në Afrikën e Jugut dhe më pas, kur ai ishte 7 vjet, shkua në New York. Shkollën e mesme mbaroi në The Bronx High School of Science në New York. Më pas studioi në Bowdoin College, ku u diplomua në vitin 2014 në Africana Studies. U bë qytetar amerikan në vitin 2018. Pas studimeve, Zohran punoi si këshilltar për strehim në Queens, duke ndihmuar familjet që rrezikonin të humbnin shtëpitë e tyre. Në tetor të vitit 2019, ai shpalli kandidaturën për Asamblenë e Shtetit të New Yorkut për distriktin 36. Në qershor të vitit 2020 fitoi zgjedhjet brenda Partisë Demokratike kundër një kandidati që kishte vite në pushtet dhe hyri në asamble. Si deputet, ai ishte i fokusuar në strehimin e përballueshëm për të gjithë, transportin publik më i mirë e më i lirë, lufta kundër ndikimit të korporatave në politikë dhe mbrojtja e punëtorëve dhe drejtësia sociale. Në vitin 2024 shpalli kandidaturën për kryetar të Bashkisë së New Yorkut për zgjedhjet e vitit 2025. Zohran Mamdani është demokrat socialist, antar i Demokratëve Socialistë të Amerikës. Ai ka një identitet shumë kulturor, lindur në Afrikë, më rrinë nga India dhe rritur në Amerikë. Po ashtu flet disa gjuhë, përfshirë anglishten, arabishten, hindishten, urdun dhe spanishten. Zohran Mamdani njihet për thjeshtësinë, përfshirjen në komunitet dhe për qëndrimit e tij të forta në favor të njerëzve të zakonshëm. Ai përfaqëson një brez të ri politikanësh amerikan me origjinë ndërkombëtare që sjellin në politikë frymën e drejtësisë sociale dhe barazisë. Ai është shembull i integrimit të brezit të ri të diasporës indiano-afrikano-amerikane në jetën politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mamdani është kryebashkiaku i parë musliman i qytetit dhe më i reu në më shumë se 100 vjet.